Titulli I analizës së sotme është Si e mbështeti BDI-a e Ahmetit qeverinë e Mickoskit. Bashkimi Demokratik për Integrim si trashëgimtare politike e ish ushtrisë çlirimtare kombëtare që nga viti 2002 ka dëshmuar se është parti institucionaliste konstruktive. Kjo natyrisht se I atribuohet faktit që nga ushtri u bë parti. Ngjashëm siç ishte Partia e Prosperitetit Demokratik nga viti 1990 deri në vitin 1998, e cila njësoj si lidhja demokratike e Kosovës ishte ekskluzivisht vetëm për veprim në rrugë institucionale e njohur si politik hap pas hapi. Në shikim të parë, kur thuhet me siguri se duket e çuditshme, por është realitet, qeveria e sotme e zgjeruar e Mickoskit dhe Vlenit nuk do të mund të votohej pa votat e deputetëve të BDI-s dhe disave të Frontit Evropian. Votat e tyre ishin çelës për votimin e ligjit për riorganizimin e organeve të administratës në 8 qershor të vitit 2024, I cili u miratua me 2/3 apo 80 votat të deputetëve. Votimi u bën në 2:30 të natës, punë natës, gaziditës. Ligji nuk mori votat e deputetëve të Aleancës për shqiptarët të Zjadin Selës, të cilët as nuk morën pjesë në seancë. Kjo ishte e parë dhe pas këtij votimi, Fronti shpërtheu. Sela e lëshoi Frontin e Ahmetit. Pas tij edhe Menduthaçi dhe deputeti me përkatësi etnike turke, Bexhan Ilyas I than Lamtumir Ahmetit. Lideri I BDI-s vazhdon të jetë në front me Taravarin, Zejdin dhe Arjanit Hoxhën, I cili ka qenë zëvendës kryetari I Lëvizjes Besa dhe tashmë si një prurje e re për përforcimin e BDI-s është zgjedhur nënkryetari I saj. Duhet shtuar edhe përforcimin me Xhelil Bajramin, këshilltar I ri I zotit Ahmeti, I cili për liderin e BDI-s kishte thënë se ka hipoteka tek maqedonasit. Më parë kishte qenë në PPD e më pas ministri I ekologjisë nga PDSH-ja. Ahmeti përkatësisht BDI-ja edhe pse akuzonin VMRO-DPMN-se nuk respektoi legitimitetin demokratik të shqiptarëve, pasi përfshiu Vlenin në qeveri në këmbim të mbështetjes për zgjerimin e qeverisë sipas projekcionit të Mickoskit, u dakordua për formimin e komisionit parlamentar për ndjekjen e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. BDI-ja për një ligj fitoi një komision. Ky komision gjoja një herë në 6 muaj do t'i raporton të kuvendit se si zbatohet parimi kushtetues për përfaqësim. Shumë pyetje, jo vetëm në media, por edhe në opinionin publik, atëherë u bën se pse BDI-ja si parti opozitare mbështeti ligjin I cili e zgjeron qeverinë edhe pse varfëria është në rritje. A ka pasur ndonjë marrëveshje tjetër të fshet Ahmeti Mickoski? Apo integristët vërtet besuan se komisioni I ri në krye me ish kryeministrin dhe ish kryekuvendarin Talat Xhaferi nuk do të lejojë keqpërdorimin etnik të përfaqësimit, që në vend të shqiptarëve të punësohen pjesëtarë të komuniteteve tjera. Një parti që 20 vite ka qëndruar në pushtet nuk mund të jetë aq naive. Ndodhi pikërisht ashtu siç ka thënë apo siç rrëfehet të ketë thënë dikur ish kryeministri britanik Winston Churchill, se nëse nuk do ta zgjidhësh një problem, atëherë formo për të një komision punues. Komisioni doli të jetë justifikim për mbështetjen parlamentare dhe nga ai, ashtu siç pritej, doli një asgjë e madhe. Pas miratimit të ligjit, para se qeveria të përmbush 100 ditë, Mickoski dhe Ahmeti ishin dakorduar që së bashku me zgjedhjet lokale në tetor të vitit 2025 të mbahen edhe ato parlamentare. Doli që Ahmeti ishte mashtruar nga lideri I VMRO-DPMN-s, me siguri si hakmarrje për mos respektimin e ndonjë dakordimi për të shkuar në zgjedhjet e parakohshme, I arritur mes tij dhe eksponentëve të lartë të BDI-s në të kaluarën, kur integristët qeverisnin së bashku me socialdemokratët. Me ligj u bë zgjerimi I ministrive nga 16 në 20. Ministria e jashtme u bë plus edhe e tregtisë së jashtme, Ministria e Ekonomisë u bë plus e punës, duke u zhveshur nga kompetencat dhe duke u lënë vetëm organ I pastër administrativ I fushës së ekonomisë. Me formimin e Ministrisë së Energjetikës, asaj të ekonomisë u hoqën turizmi, energjia, minierat dhe burrimet minerale. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale u transformua në Ministria e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë. Ministria e Kulturës u bë plus edhe turizmit, ajo e shoqërisë informatike dhe administratës u bë e transformimit
Digital dhe Agjencia e Rinisë dhe Sportit u shfuqizua duke u shndruar në Ministri e Sportit. Koalicioni vlen me gjithë faktin që qeveria u bë me 20 ministri, mori shumë më pak se sa BDI-a kur ishte në pushtet me lidhjen social-demokrate të Maqedonisë në vitet 2017-2024, që është rezultati i faktit që VMRO DPMN-ja fitoi 58 deputet, ndërsa LSDM-ja pa votat e BDI-s nuk mund ta formonte qeverinë. Vlen e ka përmendur nja 700 herë faktin që BDI-a përmes Blerim Bexhetit, por edhe Mendu Thaçit dhe Elmi Azirit kishin negociuar me VMRO DPMN në zyrën 161 të kuvendit duke kërkuar të hyjnë në qeveri edhe pa e marrë kryetarin e kuvendit. Por ky koalicion asnjëherë nuk ka përmendur që BDI-a i ka dhënë mbështetje projekteve të qeverisë, duke u sjellë si parti jo bllokuese e sistemit politik. Herën e dytë që BDI-a mbështeti koalicionin VMRO Vlen ishte miratimi ndryshimeve në ligjin e vetë administrimit lokal në 24 shtator të vitit 2025, me të cilat 3 komuna, ajo e Sarajit, Gostivarit dhe Aerodromit, nuk shkuan në zgjedhjet e parakohshme, por u menaxhuan nga ushtrues detyre deri në zgjedhjet e rregullta lokale në tetor të vitit të kaluar. Kjo ndodhi pasi Tim Çomucunski dhe Arben Taravari u bën ministra, ndërsa Blerim Bexheti u bë deputet. BDI siguroi 2/3 e votave dhe shumicën e badenterit. Votimi i këtij ligji u bë ditën. Mjafton kaq për të shpjeguar arsyeshmërinë e këtij ligji. Loja e ping-pongut mes VMRO DPMN-s dhe BDI-s vazhdoi. Më 14 janar të vitit 2026, Ahmeti shkoi në takimin e liderëve i konvokuar nga kryeministri Hristian Mickoski, edhe pse më herët në historinë pluraliste takimet e liderëve i konvokonte presidenti. Ahmeti e futi në sirtarin e Haresës fjalimin parazgjedhor se populli im thot: "Gur mbi gur bëhet kalaja, fjalë pas fjale nis belaja, mos nis bela", dhe ul në tavolinë me Mickoskin e Kasamin. Ky takim është arsyetuar nga integristi i parë me argumentin e paqen se Gjoja Kreu VMRO-ist do të pranoj të bisedoj për përmbylljen e zyrtarizimit të gjuhës shqipe, votimin e qeverisë me badenter dhe zbatimin e decentralizimit funksional fiskal. U tha se këto çështje të rëndësishme për statusin e shqiptarëve do të diskutohen kokë më kokë mes Mickoskit dhe Ahmetit. Nga kjo doli një hiç gjë. Pas më shumë se një muaj pas takimit të liderëve, më 23 shkurt, ish zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi pas aratisjes 14 mujore u dorëzua në pikën kufitare Blac. BDI-a mohoi se rikthimi i Grubit është pjesë e marrëveshjes politike mes kryeministrit dhe kryeintegristit. Mickoski madje deklarativisht ishte bindës, duke thënë: "Nuk ka logjik që të bëj marrëveshje me ata që duan të shohin fundin tim politik e disa prej tyre edhe njerëzor." Mickoski akuzoi Grubin se ka qenë njëri nga kundërshtarët e tij më të ashpër politik dhe se është organizatori i xhirimit me dron mbi shtëpinë e motrës së tij, Gjoja, për të prezantuar se është pronë e kryeministrit. Ajo që nuk është për të besuar është deklarimi i kryeministrit se lidhur me Grubin, gjithçka më tej është vendim i një pushteti tjetër, pushtetit gjyqësor. Kjo nuk ka lidhje me qeverinë. E themi këtë pasi 35 vite gjyqësori në shumë raste ka qenë i lidhur në masë të madhe vetëm me qeverinë, pra me politikën dhe krejtësisht i palidhur me drejtësinë. Mickoski para takimit të liderëve e kishte të rëndësishme të asigurojë shumicën e 2/3 të votave për votimin e ligjit për safe sitting dhe sigurimin e 2/3 të badenterit për zgjedhjen e avokatit të popullit Faton Selami nga Partia Alternativa. Kur Mickoski e siguroi shumicën me ndihmën e ish deputetëve të Frontit Bexhan Ilas dhe doktorit Ilir Demiri, deputetit të ri të Vlenit, ish frontmenit të Seles dhe Ahmetit, takimi jo vetëm që nuk u bë, por tekstualisht tallej publikisht duke thënë se me Ahmetin do të takohet ndonjëherë. Ndërsa Ali Ahmeti tha në intervistë në televizionin 21 se nëse nuk e thirr, ky vetë do ta ftojë Mickoskin. Mbase këtë do ta bëjnë në shenjë mirëkuptimi për Mickoskin se është i ri dhe akoma i qet buza tamël. Mbetet të shihet se vallë Ali Ahmeti, i rritur në kull prej Gurit që 3 herë është djegur prej pushtuesve, do ta ftojë në takim Hristian Mickoskin, i cili është rritur me gurabia, është rritur me keksa. Edhe pse BDI-a është deklaruar qartë se nuk është gomë rezervë për të hyrë në qeveri, Vleni sipas parimit frika i ruan vreshtat,
nuk bëhet i zënshëm në raport me partnerët Maqedonas në qeveri. Përderisa kemi betejë të ashpër për të heshtur për pushtet, po ndodh shpenzimi i shpejt i legitimitetit të partive shqiptare. Ndërkohë që përderisa VMRO-DPMN-ja shtyn me hof para, agjendën e saj vlen po ristrukturohet si parti, ndërsa debati substancial është se kush do të jetë nënkryetar. Mimoza Musa ose Ilir Demiri dhe si do të votohet në presidencën e kryevlenistëve. Natyrisht, substanciale themi me ironi se pozitat nuk kanë lidhje me substancën politike shqiptare. Në anën tjetër, BDI-ja vazhdon të shkruaj rezoluta, ndërsa ato të fundit e kanë quajtur non-paper drejtuar ndërkombëtarëve për gjykatën kushtetuese, të cilën e akuzon për destabilizim dhe kërkon që ajo të votojë me badenter apo shumicë të dyfisht. Kanë shkruar edhe një rezolut tjetër për përdorimin e gjuhës shqipe në provimin e jurisprudencës. Vleni nga një subjekt i ndryshimit është në rrugë të mirë të bëhet subjekt i vendnumërimit. BDI-ja është në rrugë të mirë që nga një parti e rezolutave të bëhet parti non-paperish. Shqiptarët janë në rrugë të mirë të ngelin në statusin e komunitetit, që është mbi statusin e kombësisë në komunizëm dhe nacionalitetit në vitet e pluralizmit 1991-2001, natyrisht larg statusit të kombit shtetformues, tepër larg.